Gjëja më e thjeshtë sot është t'ia hedhësh fajin popullit. A e këmbyen votën në qindra e qytetarë, kush me lek, kush me bilet autobusi, kush me premtime pune? Po, e bën. Po pse? Sepse nuk besojnë tek partitë dhe politikanët tanë që nuk e kanë për gjë mashtrimin para liderit rrushfetin a korrupsionin. Përse populli na që nga dele apo më i pamoralshëm se kandidati që përmes patronazhistit ja blen votën qytetarëve? Ky sistem politik është i kalbur dhe i korruptuar deri në qelez. Kush ka patur fatin e keq të njoh partitë nga brenda e di mirë se si funksionojnë ato, pa demokraci në vendimarrje, pa meritokraci, pa vullnet për të shërbyer vendit por vetëm vetes, pa dashuri për njeriu, punën e vlerën. Europa dhe Amerika si kanë kuptuar asnjëherë pasojat që la diktatura komuniste në Shqipëri. Traumat e gjysmëshekulli poshtrimi dhe dhune, shpëlarja e trurit, shpërfytyrimi i individit të detyrojnë ta quash të bardhën, të zezë, të tradhtosh të sfionosh tjetrin veç për një copë barake më të mirë se e jotja. Ato jo vetëm nuk u shëruan pas 90-s, por ju mbi vendos trauma e postkomunizmit, kush u dhunua dikur vazhdoi të dhunohej, ju mor toka, ju mohua nderi, ju shit sapuni për djath, persekutori dhe hetuesi i sigurimit i mësonin demokracinë, dhe ka 35 vjet që populli rrotullohet në vend duke pranuar të falet e keqja më e vogël nga halli. Cili popull do të dilte i shëndetshëm pas një traume të tillë? Askush, as gjermanët nuk do të ishin këta që janë pa ndihmën e amerikanëve pas 45-s. Nëse BE dëshiron të na mbështesë vërtet, atëherë të na ndihmojë për të shkatruar seriozisht mekanizmat e presionit zgjedhor që shfrytëzojnë varfërinë, punësimin dhe mediat e paguara për ta detyruar shqiptarin të mos votojë lirë. Kjo është edhe në interesin e Europës. Për Shqipërinë ende nuk ka datë të prerë kur do hyjë në BE, por shqiptarët po hyjnë vetë sepse duan shpëtim.